Disa dhjetra punonjës të Ekurudhës shqiptare kanë humbur vendin e punës, mes tyre ka edhe persona pranë pensionit. Punonjësit e sektorit të mirëmbajtjes së linjës ekurudhore kanë nisur javën e re si zyrtarisht të papunë dhe kanë ngritur zërin mbi këtë situatë pas një njoftimi verbal të përparaprakisht javën e kaluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Ekurudhës shqiptare në Durrës. 47 punonjës janë informuar mbi ndërprerjen e menjëhershme të marrëdhënies së punës si pasojë e një procesi të shkurtimit të vendeve të punës. Disa prej tyre janë shprehur të zhgënjur e të flakur në rrugë pas një jete në Ekurudh. Ata kanë qenë kryesisht angazhuar në mirëmbajtjen e linjës ekurudhore të Bajzës, që përdoret kryesisht për transportin e zhavorit drejt Malit të Zi me një frekuencë 2 deri në 3 herë në javë. Mes të prekurve nga ky vendim i Ekurudhës shqiptare ka edhe punonjës që ndodhen vetëm pak muaj larg daljes në pension, të cilët e kanë pritur me shqetësim dhe zhgënjim largimin e parakohshëm. Sipas tyre, ndërprerja e marrëdhënieve të punës ka prekur vetëm sektorin e mirëmbajtjes, ndërkohë që stafi teknik dhe drejtues vijojnë të qëndrojnë në pozicionet e mëparshme. Punonjësit kërkojnë një zgjidhje për të nesërmen e tyre.